të ecësh në sipërfaqen më të madhe të kripës në botë, të ecësh në 50% të rezervave botërore të kripës. Jam në Salarin e Ujunit, një prej destinacioneve më të mrekullueshme të botës, një prej mrekullive të natyrës, 10.660 km katror të veshura me krip. Për të qenë pak më të qartë, imagjinoni 20 km katror më shumë se sipërfaqja e Kosovës e mbushur e gjitha me krip. Një krip që shkon nga 2 metra deri në 120 metra thellësi. Gjatë periudhës së shirave mbushet me 40 cm ujë, duke kthyer në pasqyrën më të madhe të globit. 70% të pasurisë së litiumit, të rezervave botërore të litiumit, ndodhen në këtë zonë. Është 3600 metra mbi nivelin e detit, në zonën e Andeve, në mes të Andeve, në një plaj në Bolivi. Është një destinacion magjik që vlen për të vizituar dhe një prej gjërave që natyrisht më mbreslënse që mund të shohësh. Shiheni edhe një herë gjithë këtë hapësirë të magjike, të gjithën prej kripe, e cila është 50% e rezervave botërore të kripës dhe një prej destinacioneve mahnitse turistike të viteve të fundit. Salari i Ujunit, Bolivi.